Kapiteni i anijes turistike MV Hondius ka falenderuar pasagjerët dhe ekuipazhin për sjelljen dhe bashkëpunimin gjatë javëve të vështira të shpërthimit të hantavirusit në bord. Në një deklaratë pas zbarkimit të pasagjerëve të fundit në Tenerife, ai tha se periudha e fundit ka qenë jashtëzakonisht sfiduese për të gjithë ata që ndodheshin në anije. Detyra ime si kapiten është të kujdesem për ekuipazhin, pasagjerët dhe ta çoj anijen në sigurt të port. Po përgjegjësia jon nuk përfundon këtu, deklaroi ai. Pasagjerët e fundit u larguan nga anija të hënën dhe pritet të udhëtojnë drejt Holandës, ku do të qëndrojnë në karantinë. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se deri tani janë raportuar 9 raste me hantavirus, për të cilave 7 janë konfirmuar si variante Andes, një formë e rrallë që mund të transmetohet mes njerëzve përmes kontaktit të afërt dhe të zgjatur. 3 persona kanë humbur jetën që nga fillimi i shpërthimit, ndërsa 2 raste të tjera pozitive u konfirmuan pas mbërritjes së anijes në Ishujt Kanarje. Autoritetet franceze thanë se një pasagjer francez ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore. Ndërkohë, autoritetet amerikane konfirmuan se 18 shtetas amerikanë janë riadetësuar. Shumica janë dërguar në Nebraska, ku një person pozitiv po trajtohet në një njësi të specializuar izolimi biologjik. Zyrtarët shëndetësor në SBA dhe OBSH kanë theksuar se rreziku për publikun mbetet shumë i ulët, pasi virusi nuk përhapet lehtë. Ministrja spanjolle e shëndetësisë, Monica Garcia, deklaroi se të gjithë pasagjerët do të monitorohen çdo ditë dhe do të qëndrojnë në karantinë për 42 ditë, sipas rekomandimeve epidemiologjike. Anija pritet të vazhdojë udhëtimin drejt Holandës me 26 anëtar të ekuipazhit, ku do të kryhet disinfektimi i plotë i saj.